deklaratë të unifikuar të përbashkët në mbrojtje të Gonzalo Sved dhe gjithë ekipit të tij. Si shikon të gjithë këtë? Çfarë interesi ka zoti Berisha që pikërisht në kushtet kur të gjithë nënvizojnë faktin se PD-ja ka një nevojë të jashtëzakonshme që të rilidhë dhe të rigjejë marrëdhënien me partnerët ndërkombëtar, Berisha sulmon ambasadorin e Bashkimit Evropian. Domethënë, çfarë shpjegimi i japim? Natyrisht që kjo shpjegim racional nuk ka. Okej. Kështu që kur s'ka shpjegim racional që i përshtatet sferës publike, gjithmonë shkojmë tek sfera private, dhe sfera private e Berishës natyrisht që përbën një farë interesi publik, por nuk ushqen interesi publik. Dhe kjo është problemi i madh në opinionin tim. Unë për shkak edhe se kam punuar disa vite në shërbimin e jashtëm të Republikës Shqipërisë, kjo më ka dhënë mundësinë që të kem shumë komunikim dhe shumë miq në këtë hapësirë, edhe në Shqipëri dhe jashtë. Dhe jo se më përpara, për vërtetës, drejtuesit e misionit të Bashkimit Evropian kanë qenë gjithmonë shumë pranë qeverisë. Dhe denoncimet e opozitës kanë qenë të vërteta. Nuk ka diskutim për të. Paradoksalisht në rastin e edhe socialistët ndjes ku kanë qenë opozita koheshin për edhe socialistët. Po është krejt normale që ambasadorët bashkëpunojnë me qeverinë, por duke ruajtur gjithmonë atë kostumin diplomatik. Në rastin e viteve të fundit mund ta them që ky kostum gjithmonë është respektuar. Pra rregullat e praktikës mirë diplomatike mes raportit mes përfaqësuesve të shteteve dhe qeverisë, në një farë mënyrë nuk e respektuar siç duhet. Kemi pas shpesh herë një shkrirje të titullarëve të misioneve diplomatike me politikët e qeverisë, gjë që nuk ka qenë e dobishme as për vendin. Në rastin e Gonzatos, për vërtetës, unë di që edhe qeveria ka pak kënaqësi me të. Pra, mund të thuhet që marrëdhëniet mes drejtuesit aktual të misionit Bashkimit Evropian dhe qeverisë kanë qenë më të ftohta që ka pas ndonjëherë mes një drejtuesi të misionit të BE-s në Shqipëri dhe qeverisë. Pra po të flasësh me to, po të flasësh edhe me strukturat e misionit, ato e reflektojnë këtë gjë. Paradoksalisht, edhe Gonzalo është i sulmuar nga Berisha. Nuk e di arsyet, nuk ka rriti gjë, domethënë mund t'i hamendsojmë, por nuk është mirë asnjëherë ti përcjellim hamendsime siç ndodh veçanërisht nga politikanë këtu të kohërave të shkuara, që nëpërmjet hamendësimeve du ndërtojnë strategjitë e pushtetit. Unë nuk besoj që kjo i kontribuon as Partisë Demokratike, në fakt. Nuk e kuptoj pse gjithmonë sa herë mund të ketë njerëz që në mënyrë indirekt mund bëhen pjesë e interesit tyre politik, siç është edhe rasti i Gonzatos, apo po siç ishte edhe Spaku. Se Spaku ka godit fort qeverinë, më thonë drejt, ka prej krahët qeverisë. Qoftë në raport me grupet kriminale që identifikohen si pranë saj, qoftë raport me korrupsionin, qoftë raport me krimin organizuar, gjithçka. Në raport me Spakun sikur Berisha e ka korrigjuar. Ka moderuar i çik. Sepse tani duket sikur nga ato deklaratat ekstreme që dëgjonim pak vite më parë të tipit do ta shkrim Spakun, tani gati sigur thot do ta mbrojmë nga PS-ja Spakun. Por do të mos ambasadorët për shembull ka janë 4-5 muaj që s'po ngjojmë nga Spaku. Çfarë do të ndodh? Nuk e di. Nuk kam i mendim, po nuk kam dëshirë. Nuk besoj se Partisë Demokratike dhe Berisha intereson të sulmojë ambasador. Madje ajo do t'i bind, do t'i përfshi, do të përpiqet të dalë nga izolimi. Partia Demokratike ka 4 vjet që nuk ka asnjë lloj prezence, asnjë përfaqësuesi zyrtar diplomatik në zyrat e saj, dhe ky është problemi. Natyrisht që mund të atakojmë, mund të themi si puna e saj dashurisë së pamundur. Njëri e do, tjetri se do, ky që e do kërkon llogari pse s'më do ti mua, por ai që se do nuk e do. Kështu ka vajtë kjo punë, tash është bë si një lloj tragjikomedie, marrëdhënia mes PD-s dhe
komunitetit ndërkombëtar prezent në Shqipëri? Dua leximin tënd të protestës së fundit.